Shenjat e fshehta të dashurisë, si të kuptosh kur dikush të do në heshtje. Para se të ndiqni artikullin, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe ta dëgjoni artikullin deri në fund. Dashuria e vërtet nuk ka gjithmonë nevojë për fjalë të mëdha apo gjeste dramatike. Shpesh, ajo fshihet në detajet më të vogla, një shikim i vjedhur, një gest i kujdesshëm, një heshtje që thot më shumë se 1000 fjalë. A ke menduar ndonjëherë se dikush mund të ketë ndjenja të thella për ty, por nuk ka guximin ose mundësinë t'i shprehë? Psikologu i njohur Carl Jung besonte se dashuria autentike krijohet përmes një lidhjeje të padukshme, që shkon përtej deklaratave të hapura. Në këtë artikull do të zbulojmë 8 shenja delikate, por të fuqishme, që tregojnë se dikush mund të dojë në fshehtësi. Këto shenja mund të ndihmojnë të kuptosh ndjenjat e dikujt, edhe kur ato mbeten të pathëna. 1. Të imiton pa e kuptuar. Një nga shenjat më të hershme të një lidhjeje emocionale është pasqyrimi i sjelljeve. Kur dikush ndjen një tërheqje të fortë ndaj teje, truri i tij fillon të imitojë në mënyrë të pandërgjeshme gjestet, shprehjet apo edhe shijet e tua. A ke vënë re ndonjëherë se një person ka filluar të përdor fjalë ose fraza që ti përdor shpesh? Apo ndoshta ka adoptuar një hobi të ri që përkon me interesat e tua? Ky fenomen, i quajtur mirroring, është një shenjë instinktive e afërsisë. Nuk është thjesht rastësi, është një përpjekje e nëndërgjegjshme për të krijuar një lidhje më të ngushtë me ty. Kur vëren këto imitime të vogla, mund të jetë një tregues se prania jote ka një ndikim të veçantë tek ai person. 2. Largohet kur duhet të afrohet. Paradoksalisht, dashuria e fshehur shpesh shoqërohet me distancim. A ke takuar ndonjëherë dikë që të shmang në situata shoqërore ose ndryshon temë kur biseda bëhet personale? Kjo sjellje mund të duket konfuze, por ka një shpjegim. Ndjenjat e forta mund të krijojnë pasiguri ose frikë nga zbulimi. Personi mund të ketë frikë se emocionet e tij do të bëhen të dukshme ose se dashuria e tij mund të mos kthehet. Për shembull, ai mund të sillet ftohtë kur je në grup, por kjo mund të jetë një përpjekje për të mbrojtur veten nga dobësia emocionale. Kjo kontradikt mes dëshirës për afërsi dhe frikës nga ekspozimi është një shenjë e qartë e një dashurie të pashprehur. 3. Të ngacmon me shaka ose gjeste lozonjare. Dashuria e pambështetur ndonjëherë gjen rrugdalje përmes sjelljeve lozonjare. A ka ndonjë person që të bën shaka të vogla, të provokon me komente gazmore ose të bën dispet të lehta? Këto mund të duken si sjellje të rastësishme, por shpesh janë një mënyrë për të mbajtur një lidhje me ty pa u ekspozuar emocionalisht. Kjo taktikë është veçanërisht e zakonshme kur dikush ndihet i pasigurt për të shprehur ndjenjat e vërteta. Ngacmimet e vogla krijojnë një hapësirë të sigurt për ndërveprim, duke i lejuar atij të qëndrojë pranë teje pa rrezikuar një rrëfim të hapur. Nëse vëren një model të tillë, mund të jetë një shenjë se dikush po përpiqet të të tregojë diçka pa e thënë drejt për drejt. 4. Kujton detajet që ti i ke harruar. Një shenjë e fuqishme e dashurisë është vëmendja ndaj detajeve. A ka ndonjëherë dikush që kujton një histori të vogël që ti ke ndarë muaj më parë, ose një preferencë që ke përmendur vetëm një herë? Kjo aftësi për të mbajtur mend detaje të vogla tregon se fjalët dhe përvojat e tua kanë një rëndësi të madhe për të. Nuk është thjesht çështje memorie, është një shenjë e interesit të thellë emocional. Kur dikush i kushton kaq shumë vëmendje botës tënde të brendshme, kjo tregon se ti zë një vend të veçantë në mendimet dhe zemrën e tij. Këto kujtime të vogla janë si thesari që ai ruan, duke ndërtuar një lidhje të heshtur me ty. 5. Të vëren kur ti nuk e vëren. Sytë shpesh flasin atë që goja nuk guxon. A ke kapur ndonjëherë dikë duke të shikuar ndërsa ishe i shpërqendruar, duke folur me të tjerë ose i zhytur në mendime? Shikimet e fshehta, ato që ndodhin kur ti nuk je duke vënë re, janë një nga shenjat më të bukura të dashurisë së heshtur. Këto momente tregojnë një dëshirë për të njohur dhe për të admiruar pa nevojën për fjalë. Ndryshe nga një shikim i drejt për drejt, i cili mund të jetë i vetëdijshëm, shikimet e fshehta janë të mbushura me emocione të papërpunuara. Nëse dikush të vështron në këto momente të pavetëdijshme, sytë e tij mund të jenë duke rrëfyer një histori dashurie që ai ende nuk është gati ta ndajë. 6. Të dëgjon me një vëmendje të jashtëzakonshme. Të dëgjuarit e vërtet është një dhuratë e rrallë, dhe ai që të do në fshehtësi e zotëron këtë aftësi. Ky person nuk dëgjon vetëm për të përgjigjur, ai kap çdo nuancë të zërit tënd, ndjen ndryshimet në humorin tënd dhe madje mund të dallojë kur je duke fshehur diçka. A ke takuar ndonjëherë dikë që kujton një detaj të vogël nga një bisedë e kaluar ose që ditë të qetësoj pa pasur nevojë për shpjegime? Kjo lloj vëmendjeje shkon përtej dëgjimit sipërfaqësor, është një shenjë e një lidhjeje të thellë emocionale. Kur dikush të dëgjon kështu, ai po tregon se çdo fjalë jote ka vlerë dhe se mirëqenia jote është e rëndësishme për të. 7. Sillet ndryshe kur je ti pranë. Një tregues i qartë i ndjenjave të fshehura është ndryshimi në sjellje. A ke vënë re se dikush bëhet më i rezervuar, më i kujdesshëm ose më i gjallë kur je ti pranë, krahasuar me mënyrën se si sillet me të tjerët? Për shembull, një person që është zakonisht i hapur dhe i qetë mund të zgjedhë fjalët me kujdes kur flet me ty, sikur ka frikë të zbulojë shumë. Ose, anasjelltas, mund të jetë më i gëzueshëm dhe i angazhuar kur je ti pranë.
Këto ndryshime tregojnë se ti ke një ndikim të veçantë tek ai. Sjellja e tij e ndryshuar është një shenjë se lidhja që ndjen me ty është unike dhe e rëndësishme. 8. Kujdeset për ty në mënyra të vogla, por kuptimplota. Dashuria e vërtet shpesh shfaqet në gjestet më të thjeshta. A ka dikush që të pyet nëse ke ngrënë, që vëren kur je i lodhur, ose që të ndihmon pa e kërkuar? Këto akte të vogla kujdesi janë shenja të një dashurie që nuk ka nevojë për deklarata të mëdha. Personi që të do në heshtje e bën mirëqenien tënde përparësi, edhe nëse nuk e thot kur hapur. Këto gjeste mund të kalojnë pa u vënë re në fillim, por kur i shikon me vëmendje, ato zbulojnë një përkushtim të thellë emocional. Është dashuria që flet përmes veprimeve, jo fjalëve. Përfundim. Dashuria e fshehur është si një melodi e heshtur, e bukur, e thellë, por e vështirë për të dëgjuar nëse nuk i kushton vëmendje. 8 shenjat që eksploruam nga pasqyrimi i sjelljeve të kujdesi i heshtur, na kujtojnë se dashuria e vërtet shpesh fshihet në detaje. Nëse ke njohur ndonjë nga këto shenja në dikë pranë teje, ndoshta ke dikë që të do më shumë se sa tregon. Reflekto mbi këto momente, a ka pasur shikime, fjalë apo gjeste që të kanë bërë të mendosh? Ndoshta është koha të hapësh sytë dhe zemrën për të kuptuar atë që mund të jetë gjithmonë aty, duke pritur të zbulohet. Dashuria, në fund të fundit, është një histori që rrëfehet në mijëra mënyra dhe ndonjëherë ajo fillon me një heshtje kuptimplote.